Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 43 vjeç dhe kjo është e vërteta ime, edhe pse nuk është e bukur për të dëgjuar. Unë nuk i dua fëmijët e mi. Nuk kam kurrë atë ndjenjen që përshkruajnë nënat e tjera, atë dashuri që të mbush gjoksin, që të bën të harosh veten. Për mua, ata kanë qenë gjithmonë një barë e rëndë, një pranie vazhdueshme që më ka marrë më shumë se sa më ka dhënë. Kur mbeta shtatzën herën e parë, nuk pata asnjë moment lumturie. Nuk pata atë ndjesinë që do të jem nën. Mendova vetëm për gjithçka që po humbisja. Lirin, kohën, trupin tim, jetën time. Të gjithë më thoshin se ishte normale të kisha frikë, se dashuria do vinte sa po ta mbaja në krah. E prita atë moment, por nuk erdhi kurrë. Kur lindi, e mbajta, e ushqeva, e lava, bëra gjithçka që duhet bërë, por ishte sikur po kryeja një detyrë. Nuk ndjeva lidhje, nuk ndjeva mall, vetëm përgjegjësi dhe një lodhje që nuk mbaronte kurrë. Pastaj erdhi fëmia i dytë. Jo sepse e doja, por sepse mendova që ndoshta problemi isha unë. Ndoshta herën e dytë do të ishte më ndryshe. Por nuk ndodhi. Ndjesia u bë edhe më e rëndë. Dy zëra që kërkonin, dy trupa që vareshin nga unë, dy arsye pse nuk isha më kurrë vetëm. Vitet kaluan, fëmijët u rritën, nga jashtë dukeshin fëmijë normal. Shtëpia ishte e rregullt, ushqimi ishte gati, rrobat e pastra. Unë bëja rolin tim perfekt, por brenda meje nuk kisha ngrohtësi. Kisha vetëm nervozizëm. Një ndjenjë vazhdueshme se po jetoja jetën e dikujt tjetër. Kur i dëgjoja duke u grindur, duke më thirrur, duke më kërkuar gjëra të vogla, më ngrihej tensioni në trup. Doja qetësi, doja të mos më fliste askush, doja të mbyllesha në dhomë dhe të mos isha nën për disa orë. Shoqjet e mia flisnin për fëmijët me sy që i ndriçonin. Qanin kur mendonin se një ditë do të largoheshin nga ata. Ndërsa unë qeshja dhe numëroja që të iknin sa më shpejt vitet. Numëroja ditët derisa të bëheshin të pavarur. Mezi prisja që ata të iknin nga shtëpia. Kishte net që rria zgjuar dhe pyesja veten si do të ishte jeta ime për të mos isha bërë kurrë nën. Dhe përgjigjja që më vjen nuk më pëlqen, por është e sinqertë. Mendoj se do të isha më e lumtur, më e qetë, më e plot, më pak e zemëruar me botën. Nuk i kam urryer fëmijët e mi, nuk i kam lënduar, nuk i kam braktisur, por nuk i kam dashur. Dhe kjo është një gjë që shoqëria nuk ta fal. Një nën mund të jetë e lodhur, mund të jetë e varfër, mund të jetë e trishtuar, por nuk guxon të thotë që nuk dashuron fëmijët e vet. Kam jetuar me faj për shumë vite, duke menduar se jam me probleme. Ka diçka që nuk shkon me mua. Derisa një ditë shkova në terapi dhe thash me zë të lartë. Dhe bota nuk u shëm. Psikologja më dëgjoi dhe nuk më gjykoi. Më tha se jo të gjithë njerëzit janë të ndërtuar për të bërë prindër ideal, edhe pse shoqëria i shtyn drejt saj. Ndonjëherë mungesa e dashurisë nuk është ligësi, por mungesë përputhje mes asaj që je dhe rolit që ke marrë. Sot fëmijët e mi janë adoleshent, janë drejt rrugës së tyre, dhe unë ndjej një lehtësim që nuk e fshe më nga vetja, mezi pres të ikin nga shtëpia. Jo sepse dua t'i humbas, por sepse dua të rikthej veten time, të jetoj pa u ndjerë fajtore për çdo frymarrje që marr për vete. Ndoshta një ditë do t'i shoh ndryshe, ndoshta koha do sjellë diçka tjetër. Por nuk i detyroj vetes ndjenja që nuk i kam. Përpiqem vetëm të mos i dëmtoj, të mos jem e padrejtë dhe të jem e sinqertë me ta. Kjo nuk është histori shëmbullore, nuk është histori që të frymëzon. Është një histori që ekziston edhe pse shumë gra nuk guxojnë ta thonë. Dhe ndoshta vetëm duke e thënë fillon një lloj lirie dhe pranimi.